Sot mbushen plot 21 vite nga dita që Gjirokastra, apo siç njihet ndryshe qyteti i Gurt, u përfshi në listën e trashëgimisë botërore UNESCO. Në gjithë këto vite, ky qytet ka qenë në vëmendjen e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore, e cila ka ndërhyrë për mirëmbajtje dhe restaurim të një pjese të monumenteve. Vendosja në këtë listë është një përgjegjësi e madhe, pasi në vetvete Gjirokastra nuk është më e brezave të kaluara, por duhet të trashëguar edhe brezat e ardhshëm. Drejtoria Rajonale të Trashëgimisë Kulturore gjatë gjithë kësaj kohe ka bërë disa ndërhyrje shumë të rëndësishme në ruajtjen e vlerave të këtyre monumenteve të kulturës, pra me listën e 2015 janë 392 monumente kulture, pra në rreth 1000 banesa që ndodhen brenda qendrës historike, të cilat gëzojnë statusin e mbrojtjes apo rregullohet të veçantë për ndërhyrjet e tyre, 392 monumente kulture brenda kësaj qendrës historike apo zonës mbrojtëse të saj. Ndërhyrjet janë kryer në të gjitha elementet e banesës. Gjithashtu, paralelisht punohet dhe me aspekte shkencore, pra brenda drejtorisë apo dhe strukturave organizatave jo fitiprurse apo edhe institucionet të tjera të ndryshme të universiteteve, kryen studimet në lidhje me Gjirokastrën, me elementet e banesës, të cilat më pas dokumentohen apo dhe ruhen. Ky qytet ka pasur edhe investime të mëdha nga qeveria shqiptare, që nga restaurimi i pazarit, kaldrëmeve të gurta e të tjerë, duke ruajtur identitetin e tij dhe duke sjellë edhe një zhvillim të turizmit. Gjirokastra nuk është më sipas para 21 viteve kur vendos në UNESCO. Numri vizitorëve është tejet i lartë. Sot që po flasim, çdo ditë ka një numër të lartë vizitorësh, po dhe shumë banesa të cilat janë kthyer në bujtina apo dhe në muze, po do të thoja. Ka sfida të mëdha për të përballuar. Gjithashtu dhe ndryshimet klimatike apo dhe degradimi i banesave apo dhe abandonimi i tyre për shkak të parcializimit të pronësisë të tyre është një sfidë e drejtorisë rajonale apo dhe gjithë institucionet të cilat kanë lidhje me qytetin e Gjirokastrës. Ne doja të bëja edhe një thirrje që të jemi të kujdesshëm që ta ruajmë këtë qytet, të trashëgojmë brezave, pasi është një nga vlerat jo më kombëtare, por botërore për shkak të statusit që gëzon. Në zonën historike dhe atë të mbrojtur në Gjirokastër numërohen rreth 73 monumente të kategorisë së parë dhe 323 monumente kategorie 2. Monumenti më i vizituar mbetet Kalaja, e cila gjatë këtij viti është vizituar nga mbi 130.000 vizitorë.